Mirëmbrëma të dashur miq, mirëmbrëma të dashur ndjekës. Ja ku po takojmë sërish së bashku në kanalin ton, këtë herë për të ndarë me ju historinë e Jetmirës. Jetmira, një vajzë e cila u rit nga dy prindërit e saj, duke mos e ditur asnjëherë që ishin prindërit e saj. Kjo histori mua më ka prekur shumë, sepse brenda saj përpos që mban dashurinë edhe gëzimin, por mban një humbje shumë të madhe. Përshëndetje Tiranë. Unë të padashkruar në TikTok edhe të falenderoj shumë që pranove të ndash historinë time. Unë jam Jetmira, vim nga qyteti i bukur i Shkodrës. Me një familje fantastike, një familje që gjithmonë ka ndruajtur të kombinuar tradicionalen dhe modernen. Do ta them kështu, sepse babai ishte shumë tradicional dhe mami shumë moderne. Kur shkruaj me ishte, më vjen që lotët e mi t'i mbledh në një gotë dhe të shoh se sa kam qarë. Sa shpejt po kalojnë vitet dhe vërtet mbetet një ishte. Unë dua të ndaj historinë time. U rita në një familje që kishin një vajzë të vetme dhe asaj ja kishin vënë emrin Jetmira. Gëzoja çdo ditë që unë jetoja. Kur unë isha e vogël, jetoja me një dëshirën që babai duheshte çdo ditë në shtëpi të më binte një surprizë, se të paktën unë ashtu isha mësuar. Dhe jetonim aq bukur sa që nuk e dija se ç'do të thot problemi në familje, nuk e dija se ç'do të thot zënka apo e bërtitura. Ditët i shijonim pa mas. Unë po ritesha dhe mbaj mend që në fotografi që unë shikonim edhe mami kur isha e vogël, mami gjatë gjithë kohës më kishte shoqëruar në shkollë në klasën e parë, sepse unë nuk ambientohesha dot vetëm, isha mësuar vetëm me mamin. Vitet ikin si ujë. Kur unë isha e vogël thoja, o Zot dua të rritem. Tani që jam rritur them, o Zot dua të jem e vogël, se të paktën këto halle nuk do t'i kisha. Isha fëmijë shumë i lumtur dhe po shijoja ëmbëlsinë që më falte bota. Në klasën e 4, babai detyrohej që të emigron, sepse në Shqipëri ishte shumë e vështirë jetesa. Jetonim çdo ditë për të mbijetuar, jo për të jetuar. Ikëm te Daja në Itali. Fillimisht, në ditët e para, Daja na vuri dorën. Por unë e kisha shumë të vështirë të ambientohesha, sepse në Shkodër kisha lënë shokët, kisha lënë shoqet, kisha lënë ëndrat e mia dhe të gjitha kujtimet e fëmijërisë. Por dita ditës u ambientuam. Fillimisht kemi patur një banesë që kishte vetëm një dhomë, një tualet edhe një korridor. Dhe që të tre jetonim aty. Aty mësova që nuk është në pyetje metër katrori, por dashuria që ne falim në atë metër katror. Sado që e vogël ishte, por përsëri dashuri brenda saj të madhe kishte. Edhe kështu jetonim ne, kështu po argëtonim. Pas 2 vitesh përkushtim, unë vajta në klasë të 6, babai im po ikte në punë dhe punonte shofer kamioni. Ishte ora 2 e pasdites, ora që për herë të fundit mbylli çdo dritare të shtëpisë tonë. Nga ato dritare ku dielli hynte dhe dhuronte dashuri, u krijua errësira e cila nuk tregoi dritën për shumë vite në familjen tonë. Unë nuk ktheva nga shkolla dhe mami po përgatiste drekën. E kam pyetur me një zë të lehtë, kur po vjen babi? Më tha që të mbaron punën edhe do vi. Edhe në moment razilja,
Unë isha shumë e gëzuar se do hapej dera dhe do vinte babi dhe në shtëpinë tonë do loznim, do kënaqeshim se ashtu I kalonim darkat. Por, një të hapur derën, pas derës ishte një polic. Unë u trëmba. Thash se çfarë ka ndodhur dhe I thot mamit që duhet të vini me mua. Nëse keni vend për të lënë vajzën, okay, por nëse nuk keni, do të kujdesemi ne. Mami nuk e kuptonte se çfarë po bëhet. Pas gjysmë ore, kur mami mbërriti në spital dhe e pa që personi I cili ishte I shtrirë në atë krevatin pa jetë dhe pa ndjenja, ishte baba im, aty më mbaroi gjithçka. Babai kishte bërë ndeshje me kamion dhe kishte përfunduar jashtë rrugës. Dhe nga ajo ndeshje kishte humbur jetën. Për mua dhe për mamin po vinin ditë shumë të rënda. E varosëm babi në Shqipëri dhe duheshte të kthehemi në Itali, pasi që kishim jetën aty. Kishim shtëpinë, mami duhej të bënte dokumentat edhe unë duheshte të vazhdoja shkollën. Duheshte të jetonim ne të dyja nga 3 që ishim. Nëna ime filloi që të punonte, sepse duhej të siguronte të ardhme për mua. Edhe unë po I ndihmoja pas orarit të shkollës. Pas 3 vite për kushtim të atill, unë shkova në shkollën e mesme. Dhe në shkollën e mesme njoha një çun. Fillova të dashurohem si e marr. Ishte dashuria ime e parë. Dashuria adoleshencës. Dhimbja e babit nuk ishte kaluar, por jeta kishte vazhduar dhe ne jetonim në kujtimet e tij. Ky djalë më bëri shumë për vete sepse më dëgjonte lotin tim kur më rritte për timatin. Një vajze që nuk I shuhej kur shpirti dhe dashuria e madhe për babain e saj. Unë flisja me shumë nostalgji, flisja me shumë mall dhe ai ishte I vetmi person që dinte të më dëgjonte. E kisha një krah të djathtë. Kaluam 2 vite e gjysmë, teksa unë mami tim I kisha thënë dhe ja kisha treguar të vërtetën. Mami ishte e mërzitur sepse më kishte një, dhe kur një nën ka një fëmijë me patjetër që dëshiron ta ketë sa më gjatë pranë vetes. Por gjithmonë ishte ajo shpresa që unë isha lidhur me një djalë shqiptar. Dhe unë u fejova me të. U fejova dhe për 6 muaj jemi martuar. Dhe që në dita që unë u martova, ai vetëm më rihte dhe përdorte lëndë narkotike. Histori që unë I kuptova më pas. Më maltretonte, më keq trajtonte pafund. Dhe unë vendosa që të ndahem pas 1 viti. Nuk më donte asnjëri në familjen e tij. Sot jam pranë mamit tim shumë fajtore e madhe. Edhe në këtë letër dua t'i kërkoj falje. Më fal mami që jeta të lëndoi 2 herë. Një herë nga babi e një herë nga mua. Kjo është historia e Jetmirës.